A ishte thirrja nënës së Selin që ajo të linte Lojon, një thirrje si një nën pasi nuk duronte dot degradimin që mori vaza e saj, apo një fushat propagande për ta nxjerrë Selin në një tjetër dimension më pranë finales, më pranë çmimit të madh. Sigurisht që këtë Big Brother, Selin ka qenë e vetëdijshme për vendimet që ka marrë, që nga dita e parë, që nga momenti i parë, që nga prajmi i parë, ajo e ka pranuar bashkëjetesën në një krevat me Mirin. Nuk është larguar kur i erdhi letra nga babai, nuk është larguar kur i erdhi mesazhi nga kunata e saj Greta, nuk u largua kur i erdhi mesazhi nga vëllai i saj. Nuk u larguar sepse thoshte kjo është loja ime, unë e bëj. E kam vlerësuar këtë tipar të saj që është guximtare, patjetër që ne në Big Brother duhet të shikojmë vajza, femra, gra të forta që janë dinamike në lojë, që tregojnë veten, që nuk kanë frikë të guxojnë dhe nuk kanë frikë të bëjnë një lojë qoftë me provokime, se pasojat më pas do t'i diskutoj në një moment tjetër. Por ajo që nuk më pëlqen është ndërhyrja e kaq shumë e familjes së Selin në Big Brotherin e saj, pra që nga letra e babait, ku edhe produksioni e futi një informacion denigrues brenda shtëpisë, ku futi fjalët që babai i Selin tha për Mirin, duke i cilësuar këtë të fundit si pervers, si gigolo, si një njeri që janë errësuar syt për famë dhe për para. Pra, e futi si ushqim, si konsum, duke prekur dinjitetin e Mirit, duke lënduar familjen e tij. Por pse nuk u mbaj njëjti standard? Pse duhet të kemi një tjetër qasje tani më? Pse duhet të ishte në kaq shumë merak familja e Selin? Sigurisht të dyja situatat unë i kam shpërndar në Instagram, i kam dënuar, kam bërë komentet e mia si fjala që Miri nuk e tha, po e solli si fabull që ndolli, por edhe ajo treshja e filmit që donte Rogerti të bënte me Selin edhe me Mirin. Por do të ndalem te kërkesa që kishte nëna e Selin. E thash, për mua Selin është një lojtare dinamike, një lojtare e cila e ka pranuar lojën, ka denigruar vajzat aty brenda, mos është shumë të juelën me gjitha fjalët fyese, banalitet, dhe nuk mund të kërkojmë një standard për një banor dhe një standard tjetër. Standardi duhet të jetë i njëjtë, digniteti njerëzor nuk preket. A e pëlqente Selin kur e denigronte Rogerti duke i thënë që ti je mbetje trupore në Dubai, pse më pas kishte afrim, pse më pas e kemi parë në biseda miqësore, pse më pas kishte një lloj tentative për të lozur. Pra, nëse ne do të komentojmë shkakun e gjithçkaje, duhet ta lidhim edhe me atë se çfarë shkaktoi shkakun, pra me veprimin apo dhe me provokimin, siç mëngjesin e sotëm Miri dhe Rogerti bisedonin midis tyre duke thënë që Selin provokon e më pas ne çfarë të bëjmë, të ngrim duar, të rrim. Kjo lojë Big Brotherit e tillë është, kush provokon, kush denigron, kush bën këtë, kush bën atë, e më pas është një publik që i shikon të gjitha. Edhe mbrëm që kishte suspansa të gjata të publicitetit, nëse do ta ndiqni në rrjetet sociale dhe në platformën YouTube, kishte një shumicë të madhe që e shikonin si një lloj skenari, si një lloj narrative për t'i dhënë një tjetër qasje dhe për ta sjellë në sytë e publikut Selin ndoshta si një vajzë viktimizuese, por ajo vetë nuk e ka pranuar këtë rol, siç e thash, ka guxuar me lojën, ka qenë drejt për drejt, ka shkelur në kaje që nuk duhet t'i bëj, duke denigruar vajzat e asaj shtëpisë, më pas duke kërkuar falje, por kjo pjesa e kërkimit faljes është pak limonat, ku bëhet e përsëritur dhe ku bëhet me një lloj agresioni fizik që edhe Selin e ka treguar e pasere, sigurisht mos e shumti me ju Helen, duke pasur episode edhe gati në goditje ku cënimin e saj si femër e ka bërë. Por sidoqoftë kjo narrativ e familjes për të bërë kaq shumë pjesë e Big Brotherit, për mua nuk lë një shije të mirë, lë një shije sikur ka një lloj tentative, një lloj propagande për ta nxjerrë Selinin nga kjo dyshe Rogert Miri, që u pa së fundmi me një lloj rikthimi të saj, por edhe me xhiron e famshme me makinë ku Selin kishte sinjale me Mirin që i jepte dorën, kishte një lloj harmonie midis tyre, kishte një lloj
misie, një lloj dashamirësie që u kuptua, e nëse e ka bërë me një lloj provokimi Selin, i bie që nëse ti do të provokosh, se këtu pastaj do të masim edhe se sa është provokimi, se deri këtu ka arritur Big Brother që të masim, të vëmë në peshore, në tavolinë, se sa lejohet provokimi, sa më pas lejohet të reagosh ndaj këtij provokimi, si duhet të veprosh, si duhet të sillesh, por në fund ditës, siç tha dhe Ledioni, fjalët që nxjerrin banorët aty do t'i mbajnë me vete, se interneti nuk harron, janë aty dhe ti nxjerr sa herë që ndodh diçka. Ndaj për ta përmbyllur të gjithë situatën e Selinit, u mendoj që ajo nuk i është dashur kjo nevojë e familjes, edhe pse mund ta mirëkuptoj të gjithë ndjeshmërinë që ka familja e saj, kryesisht nëna që ndjehet e prekur që vajza etiketohet vetëm si objekt seksual, por kur është bërë më përpara kjo gjë, Selin e ka kaluar me qeshur edhe kërcen jalla Selina, jalla Dubai, ja ka bërë Juelës duke i thënë buçe, duke i thënë nga nxjerrqumështi, pra ka shkuar në degradime që nuk janë të tolerueshme dhe nuk janë që i shkojnë kornizës apo strukturës së një fituesi, se nëse do të kërkojmë mirëkuptim duke cilësuar në emisione që Selin është një vajzë 23 vjeçare që është goditur nga këto burra, që këto burra përfitojnë nga ajo duke përdorur epshet e tyre dhe duke e parë atë thjesht si një objekt kënaqësie seksuale, duke e zhveshur si njeri, duhet ta bëjmë me të gjithë elementët që banorët japin aty dhe jo të bëhet një lloj ngulje, ajo është 23, këto janë 47, ajo është 15, ajo është 30, ajo është kështu, ajo ashtu. Pasi do të bëjmë një çakordim dhe nuk do të jemi të sinqertë me atë që flasim dhe me atë që bëjmë. Sigurisht revolta e Mirit mbrëm ishte në lidhje me teatrin, e pasi një lloj teatri, e pasi një lloj shtegu edhe një lloj narrative të inskinuar ndoshta për të çuar Selinën drejt një fitore, dhe pse unë në rrjetet sociale, në të gjitha sondazhet e kam thënë dhe jam i drejt për drejt në atë që lexoj, kryeson Mateo, por kjo mbetet për të parë se çudirat ndodhin në Big Brother dhe nuk është e çuditshme që të fitojë diçka që nuk përputhet me votimin online. Është votim online, nuk e heqim dot, nuk e zhbëjmë dot, nuk e provojmë dot që a janë të blera, nuk janë të blera, nuk janë të blera votimet që bëhen në rrjetin social Instagram, gjithsecili me një account voton edhe grumbullohen votat për çdo banor aty brenda. E duke u ndalur tek loja, unë tani më kam krijuar një lloj narrative në Instagram duke pyetur edhe ndjekësit për veprimet, për situatat, dhe në pyetjen e parë që kam bërë, a është Selin që e përdor me tru Mirin apo është Miri që e ka përdorur me ndjenjë Selin, 66% mendojnë që Selin e ka përdorur me tru Mirin, kurse 34% mendojnë që Miri e ka përdorur me ndjenjë Selin. Atëherë kam bërë dhe një tjetër pyetësor ku në lidhje me fabulon që tregoi Miri se si një fan familjar, nuk e di se kush e tha atë fjalën kokra e kë për Selinin, që është fakt që zgërdhirja e Mirit tregon që ka dashur t'i uli kokën apo të tregoj që unë jam baba, se ai edhe në mëngjesin e sotëm në bashkëbisedimin që kishte me Rogertin tha që ajo në krahun tim ka dalë preferuar, unë kam dalë 2 herë i preferuar, kam dalë lideri i shtëpisë ku ka qenë me mua, ajo është shpallur e preferuar në atë treshen me Krisin, kur është larguar nga mua, ajo nuk është shpallur asnjëherë e preferuar apo qoftë edhe lidere, por kjo nuk është e vërtet, pasi është shpallur edhe e preferuar e publikut. Por sidoqoftë Miri e ka atë tregimin që në krahun tim Selin ka ardhur në Big Brother deri në këtë pikë që është, kurse Selin pretendon që Miri ka ardhur në këtë pikë të Big Brotherit në kurrizë të saj. Por sidoqoftë tek pjesa tek ky raport që kishin në këtë xhirën që do të mbetet ikonike tani më në showroomin e makinave, 35% mendojnë që Selin provokoi, kurse 65% mendojnë që Miri ra në grop me fjalën që e solli në shtëpi, por kur e sjell vllai i madh, i bie që është e vërtetë, kur e sjellin banorët, i bie që është e gabueshme. Atëherë, një tjetër sondazh që kam bërë për ndjekësit, kam renditur 4 element ku kanë dhënë votat për këto 4 hapësira. E para që Miri ka ndihmuar Selin në lojë, që e mendon 43%, pra shumica mendojnë që është Miri që ka ndihmuar Selin në lojë, kurse 21% mendojnë që Selin e ka ndihmuar Miri në lojë, 7% mendojnë që Miri ka më shumë mbështetës se Selin, kurse 29% mendojnë që Selin ka më shumë mbështetës se Miri. Kalojmë tek një tjetër sondazh ku
pa diskutim e kanë vënë për të kuptuar edhe impaktin e publikut si e mendojnë ata, ku duhet analizuar çdo veprim, padyshim që po, nisur edhe nga fjalët e Mirit dhe të Rogertit kam shkruar unë, është një lojë e pastër nëse provokimi quhet i mirë dhe pas një element të keq dhe tani duhet gjykuar vetë reagimi dhe jo nxitja e këtyre provokimeve që janë bërë që nga dita parë edhe kur kishte mundësinë Selin për të ndarë, i thoshte me ty flej sigurt, jam e qeta e butoni, pra e ka bërë lojën, ka qenë guximtare. Por sidoqoftë mbetemi tek sondashi ku me 45% janë shprehur që Selin provokon, por ditë të mbrohet, 24% mendojnë që Miri e ka humbur sencin e veprimeve, 23% mendojnë që Selin është goditur shumë nga burrat dhe 7% mendojnë që Miri është i drejtë në këtë qasje që ka. Sidoqoftë nuk do të zgjidhet asnjëherë se kush gaboi, ku ishin detajet apo elementet si lojtar ata edhe më pas si njerëz do të jetë ky lloj tensioni mes tyre, po shpash që brëm pas prajmit Rogerti i kërkoi ndjes për ndjesitë që nëna e Selin ka marrë, por edhe vetë Miri për ditën e sotme i kërkoi ndjes edhe nënës edhe Selin për të gjithë qasjen apo për mënyrën se si u interpretua fabula që ai solli në shtëpi. Kemi dy banore tani më që janë kokë më kokë për finalistin e parë Brikena dhe Selin, dhe është e kuptueshme që Selin do të shkojë finaliste e parë me gjitha narrativën që është bërë, por nëse do të shkojmë tek sondazhi, është Brikena ajo që ka votat në ato që mua më votojnë dhe në ato që unë shikoj, por mbetet për të parë se deri të shtunën ka ditë përpara dhe padyshim mund të ndryshojnë situatat, por Selin mbetet një pretendente për fitore për mua në podin final kokë më kokë me Mateon. Do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situatat që ndodhen mbrëm, edhe më kryesorja mos harroni të jepni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.